Mirë, ne të shkojmë tani nga Veriu, këtej nga qendra, shkojmë nga Suareka në qendër, është Suareka qendër. Suareka është dashuria ime e parë për Kosovën. Epiqendra e Kosovës. Epiqendra, na u kam bërë qëta shumë epiqendra, s'pëtim a Prishtina, a Prizreni, a Mitrovica. Prishtina është si pak ma, kërë shikojmë hartë. Automatikisht të ke hyrë drejt për drejt, duke folur me ne tani dhe na prezentojnë merita të kemi Rozi Kryeziun në emision që e kemi ftuar pra të na flas sot, e cila është organizatore e festivalit të filmit në Suarek, festival ky i cili do të fillojë së shpejti, përgatitjet janë bërë, ndërsa si do të jetë rrjedhja e këtij festivali e kemi Rozin të sot për serde. Nuk keni pasur ju zgjedhje me 9 nëntor, a? Apo keni pasur? Keni pasur, po sa mirë keni pasur kur të merreni me filma. Kam bërë shenja. Atë vetë shumë ata, ti më shumë, mu pas ka fshi gati. Nuk ka shans më hek deri në javë kështu. Kemi pasur edhe ne. Fatmirësisht ka shkuar gjithçka në rregull, kështu që. Po, por keni pas ku natyrisht urimet gjithë ata të cilët kanë fituar, edhe ata që kanë humbur sepse sigurisht. Ata kanë rëndësishme që punojnë për të mirën e popullit, kështu që kurdo që është në krye është pak e rëndësishme. Po, mjafton që ndihmojnë teatrot, mjafton që ndihmojnë filmat, kulturën, bëjnë diçka. Kënë gjëra më e mirë vendit. Suareka goxha është aktive ku i referohemi jetës kulturës apo jo, nga teatri që kemi folur dikur, tani me filma. Një javë e filmit me goxha shumë aktivitete do të nisë me datë 13. Po, me datën 13 do të fillojnë, sepse java e filmit është ndarë në 2 programe shumë të veçanta artistike që janë, pjesa e workshopeve apo punëtorive, edhe pjesa e shfaqjes së filmave. Punëtorit do të fillojnë me datën 13, 14 dhe 16, sigurisht gjithçka është falas, sido edhe tek punëtorit, po edhe te pjesa e filmave, domethënë qytetarët ata që janë të interesuar, jo vetëm qytetarët e komunës Suarekës, po edhe më gjerë, po që se janë të interesuar, ju bën përshtypje ndonjëri prej filmave, mund të vinë dhe t'i shikojnë. Në datën 13 është workshopi maratona fotografisë, të cilin e udhëheq artisti tashmë i mirënjohur jon, është Avnida Lipi. Është një workshop shumë i veçantë, sepse do të përveç pjesës teorike që do të flasin e do të diskutojnë mënyra teknikat se si të bëhet një fotografi, si zgjidhet një temë, do të kenë mundësinë që brenda ditës të dalin, caktohet tema prej mentorit, në këtë rast prej Avnida Lipit, dhe dalin brenda 2 ore kanë për obligim të bëjnë fotografi, cila do qoftë tema që caktohet brenda momentit, qoftë për komplet pasqyrimin e Suarekës, ose kulturën, ose një objekt i veçantë, ku di une. Dhe domethënë ka nga ata që vinë për të bërë foto, aty është qëllimi. Pa numër të madh, po, nuk kam pasion. Patjetër, mirë se të vini. Ndërkaq në datën 14 është një workshop pak më i veçantë, është Anisa Ismaili, është aktore e njohur, po ashtu kemi aktorë shumë të njohur që janë pjesës punëtorive, e kanë dëshmuar veten në pjesën artistike, qoftë në skenën vendore, qoftë asaj ndërkombëtare. Është Anisa, pra do të flet më shumë për pjesën e aktrimit, edhe pjesën e prezantimeve, mënyra se si të paraqitesh në publik, se si ta menaxhosh stresin, sepse është e pamundur me hek, po me një mënyrë me menaxhu. Ndërkaq me datën 16 të dielën është Armand Morina, është një figurë disa prej gjeneratave njohin si pjesë familjes moderne, të tjerë të njohim si aktor të jashtëzakonshëm. Po, dhe Armandi gjithashtu do të flet për aktrimin para kamerës, sepse është java filme, dhe gjithsesi do të kemi mundësinë edhe të flasim për pjesën se si të luajmë në film. Të gjitha këto do të mbahen punëtorit në shtëpinë e kulturës Uk Bytyqi, pra tashmë është një ambient shumë i bukur, një ambient që ofron shumë ngrohtësi, hapësirë ka sa të duash, është vështirë shpeshherë me mbush sallën. Shumë burreni për këtë ambient, ju nga Suareka. Dhe shqyqyr që e keni. Të thënë të drejtën ka pas vazhdimisht, gjatë gjitha periudhave të caktuara kohore ka pas aktivitete të shumta në komunën e Suarekës, edhe pavarësisht ajo që shtëpia e kulturës Uk Bytyqi ka qenë edhe para vitit 2017 kur edhe është rënuar për të ndërtuar tash si është e re. Ka pas aktivitete, nuk janë dalë aktivitete dhe e kemi shfrytzuar shtëpinë e qendrën rinore që është shtëpia e Fellbahut, po ashtu. Ndërkaq kur e ke një mundësi të mirë ta krijosh një ambient ku kushte, të gjitha hapësira,
departamentet e artit munden me funksionu, munden me ofru mundësi që t'i ofrojnë shikuesve ose audiencës pjesën artistike të tyre, pse jo, pse mos më ngurë. Java filmin në Suarek, edicioni sa të është? Kjo është edicioni i dytë, në 2023 ka filluar edicioni i parë, në 2024 për shkak të problemeve teknike nuk kemi mujt me realizu, ndërkaq këtë vit kemi vendosur që ta sjellim. Këto probleme teknike ishin në financat? Teknike të themi. Tekniko euro. Ndërkaq pjesa artistike e filmave, shfaqjes së filmave fillon me datën 14, të gjitha filmat, shfaqja e filmave fillojnë prej orës 19, janë filma që kanë dëshmu veten nëpër skenat ndërkombëtare, nëpër festivale, përveç filmit 10 minuta që është një film kohë më parë i realizuar dhe qëllimisht do të jetë të premten dhe do të jetë në kujtim të artistëve tonë të mëdhenj, tashmë të ndjerit Enver Petrovsit, po ashtu edhe të ndjerit Faruk Begolli, pra janë dy aktorë kryesor. Filmi është realizuar shumë vite më parë nga regjizori Burim Aliti, kur ishte student, por me që është një film që i kemi të dytë si rol herë në vazhdimsi në 10 minuta të filmit, kemi pas dëshirë që ta hapim këtë edicion në kujtim të tyre. Po, në shenjë tyre. Po ashtu edhe mbijetesa dhe shkolla është një regjizori tashmë të dëshmuar, Ilir Kabashit, ka udhëtuar në për 40 festivale të ndryshme dhe ka sjellë në Kosovë mbi 60 çmime. Është një dokumentar jashtëzakonshëm i cili flet për shkollën e Najlonit, ne që themi në malet e Berishës, ajo është për njerëzit që kanë pak njohuri për luftën, e din saktë se për çfarë po flas, është një periudhë shumë e caktuar e ndjeshme, por shumë e veçantë kur folet pas luftës dhe aty janë personazhet fëmijë të cilët kanë qenë pjesë e asaj shkolle, tash të rritur, secili i dëshmuar në profesionin e tyre. Po ashtu është edhe në Luftë me Fatin, është një dokumentar i realizuar për Radio Televizionit Kosovës me Ilirin dhe Venera Xhoxhaj. Është një tregim i dy prindërve që është rrëfim shumë intim, shumë personal, por që është shumë i rëndësishëm sepse gjithçka ka ndodhur në periudhën e luftës. Po përmendi luftën vazhdimisht, me që jemi në festat e nëntorit dhe filmat kryesisht kemi zgjedhur që të trajtojnë tema të luftës. Tema të ndryshme, por që kryesisht kanë fokus luftën. Jo për ndonjë arsye. Ne që duam tema të dashurisë, po aty lidhet luftja edhe me dashurinë. Gjithçka ndodh brenda luftës, po ajo pjesa e dashuria për me përfundu ajo pjesë dhe me vazhdu jetë tutje. Shumë është e rëndësishme për gjenerata të reja. Çfarë teme ka qenë konkretisht? Në edicionin e parë ka pas gjithçka. Gjithçka nga pak. Gjithçka ka pas. Po, në edicionin e parë ka qenë cirku i Fatos Berishës, në kërkim të Venerës, ka qenë filmat e Besim Mugzmajlit, 4 filmat, ka qenë filmi Shok. Qëllimi jonë është që të ofrojmë filmat të cilët shumica prej audiencave, sikurse është audienca në Suarek, nuk kanë mundësi shpeshherë të vinë në Prishtinë kur shfaqen në kinema. Po, dhe të ofrojmë kinema atyre tek interesimi ka interesim sepse për vetë faktin që kemi filluar tashmë me ndarjen e ftesave dhe shohim prezantimin ose thirrjen se cilit individ për të qenë pjesë e javës së filmit Suarek tregon që ka interes. Kush janë më shumë të interesuar? Më thoj pak mosha e thyer, të rit. Të thënë të drejtën, mosha e thyer është më e interesuar gjithmonë, jo vetëm për pjesën e filmit, por për çdo aktivitet kulturor. Ndoshta të rinjt kështu, do të mundohemi me çdo kush që ti mësojmë që kultura ka shumë rëndësi. Mosha e që na dishin në këtë moment dhe keni djalin dhe vajzën 18, 19, 15, merrni me vete, ha? Pikërisht kemi zgjedh pjesën e punëtorive që ti nga shnjejmë në një farë forme sepse pjesa punëtorive kryesisht për fotografinë, por po besoj që pjesa e të rinjve do të jenë të fokusuar më tepër tek këto punëtori të cilat po edhe fokusin e kemi pas tek shkollat e mesme të ulët dhe të lartë, që me një farë forme ti mësojmë që është bukur të jesh pjesë e kulturës edhe të vazhdojnë të vinë edhe të shohin filmat. Por çka është e veçantë që pjesa e pse e kemi zgjedhur temën e luftës është për ato gjenerata që themi të reja që nuk kanë njohuri ose kanë shumë pak njohuri për luftën. Duhet marrë këtë njohuri. Po, ta gjejmë një formë më artistike që t'ju tregojmë se çfarë ka ndodhur në periudhën e luftës në Kosovë. Çka ka hek populli jonë që themi. Edhe është e veçanta shumë që pjesë e këtyre filmave janë filma të regjizorëve të pas luftës, që kanë trajtuar për luftën regjizorët e pas luftës. Po, që shumë shumë diçka e veçantë, që është shumë diçka pa përjetume. Edhe tash me zipresin audienca të shohin se i kanë këtë vështrimin këta. Ju janë ofruar juve vetë nga ana e regjizorëve, i keni bërë ju përzgjedhje? Kemi bënë një përzgjedhje, kemi zgjedhë vështirë me bë sepse flet për 5 filma, apo?
Jo, janë 3 në natën e parë, 2 në natën e dytë dhe 3 në natën e tretë. Po, dhe nata e tretë që janë Ka mjaft program të mirë. Po, me 8 filma. Ka qenë e vështirë që të bëhet përgjedhja e tyre? Shpesh herë kemi qef me pas filma shumë, por që është e pamundur për shkak të financave ose për shkak se shumica prej filmave nuk e kanë përfunduar rrugtimin e tyre në për festivale ndërkombëtare, që është një që ka me thonë ashtu, një mundësi jo shumë e mirë për më shfaq në për kinema tjera, sikur se janë lokale si në Suarek, ta quaj kinema, sepse kemi një ekran shumë të veçantë, po pjesa teknike tjetër është në bashkëpunim me Dokufestin, gjithçka realizohet që të paktën rezolucioni i tyre. Sa që bashkëpunim me Prifest, Dokufest. Realizimi pjesa e shfaqjes së filmave të jetë nivelin më të mirë profesional të mundshëm. Kështu që kemi zgjedhur filma. Shkojmë tek shtuna për shembull, ja po shikoj edhe unë këtu, tek shtuna kemi. Prifesti ka një bashkëpunim me shumë qendra që flet për kinema në lëvizje ose movie in cinema, sikurse e kanë titulluar ata. Dhe gjatë kohës sa bashkëpunoja me Prifestin, kam punuar gjatë kësaj vere me ta, dhe kemi ardhur në përfundim që ta bëjmë këtë bashkëpunim me javën e filmit, pra me qenë se ju vetëm se e kishin vendosur që t'i shfaqin në për disa qendra të vogla të Kosovës, filmat cilët kanë udhëtuar në për festivalin Prifest. Edhe vendosëm që bashkëpunim me Prifestin të zgjedhëm 2 filma, të cilët janë filmat e Aulona Selmanit, është një regjizore e re e cila jeton dhe vepron në Zvicër. Edhe janë filma me tema shumë të veçanta, kështu që kemi vendosur të sjellim në Suarek, besoj që audienca do t'i pret. Një film në shqip edhe tjetri apo? Të dyja në shqip, mirë, po kështu është ndoshta për shkak të pjesëmarrjes në për festivalin ndërkombëtar, kështu është titulluar. Po temat janë shumë të veçanta. Po shikoj unë këtu komuna e Suarekës ju mbështet, Ministria e Kulturës ju mbështet? Tek Ministria e Kulturës nuk kemi marrë asnjë përgjigje, tek komuna e Suarekës ata janë të gatshëm gjithmonë, pavarësisht që buxheti i tyre është i limituar. Jo vetëm se na mbështesin në aspektin financiar, po janë gjithmonë të gatshëm edhe me staf edhe me çdo gjë që kemi në aspektin teknik kemi nevojë, dhe ata i kanë kapacitetet sigurisht se s'mund dalin prej vetes, ofrojnë gjithmonë janë të gatshëm që të jenë afër neve. Çmime nuk do të ndanë, jo, është më shumë reprezentues, nuk është garues. Deri tash jo të paktën, edhe nuk mendoj që në festivale të tilla si java e filmit në Suarek, personalisht unë mendoj që duhet të jetë prezantues më tepër, sepse është shumë e rëndësishme që filmat të shfaqen para audiencës. Tu jepet mundësia që audienca të ketë çësje në këto filma që kanë udhëtuar. Edhe ti shohin, ti ndjejnë ata, është papagesë? Është papagesë gjithçka, edhe hyrja tek filmat është papagesë, edhe tek pjesa workshopeve sigurisht është gjithçka papagesë. Përderisa kemi mbështetje në komunës. Po çonket pa harx ju sa. Harxhin e kemi tek marrëdhënia. Kënaqshëm duke i parë filmat, nuk keni asnjë lloj obligimi përveç se ju kujdeseni që mysafir kur vin ti presim mirë edhe ti sa gjisim që thojnë. Sa i gjis, po. Presni mysafirët nga rreti? Patjetër që po, gjithmonë e përmendi që ka pas festivale dhe ka festivale të shumta në Suarek, Festari. Festari më tashmë është edhe ndërkombëtar, tradicional, ka artistë që vinë edhe prej anëkan botës, edhe gjithmonë presim që të vinë artistë të Kosovës gjithmonë janë prezente. Do një special kë keni ftuar, do një special që duhet ta keni patjetër aty. Special janë special, shihen vetëm gjatë prezantimit. Gjithsesi ju jeni patjetër që të mirë se ardhur. Këto herë duket janë të gjithë special, apo? Po patjetër që nuk kanë bërë ndarje. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi ta ndaj. Ti nga këto ema që jena bërë special deri tek Miami. Unë me thënë drejtën special gjithmonë i kam moshat e shtyera që nuk hezitojnë edhe janë gjithmonë prezente në festival. Unë kam një dashni edhe një respekt të jashtëzakonshëm për ta. Edhe gjithmonë janë prezente. Edhe meritojnë natyrisht sepse edhe e vlerësojnë. E vlerësojnë, ajo është shumë e rëndësishme sepse pavarësisht moshës, pavarësisht angazhimeve, sepse ky profesion jon e ka këtë mirë që angazhime deri në nuk ka pensionim tek aktori. Këto data pse keni lënë pikërisht tani nga përveç se tematika, nëntori e kuptova këtë. Po datat janë të përshtatshme, kemi ne nga diaspora në Suarek që vjen tani? Se ka të bëjë dhe kjo pak. Herë. Kishet edhe filma një regjizore nga diaspora. Po, është Aulona Selmani, po
datat i kemi zgjedhur qëllimisht për shkak se të gjitha temat kanë qenë lokale, nacionale. U mbaruan çdo gjë, vera mbaruan dasma. Ngarkesa shumë e madhe. Me thënë drejtën, edhe pjesa e diasporës janë shumë të angazhuar edhe shumë të ngarkuar gjatë kohës së verës. Kështu që shpesh ndodh që ja organizojmë për ta, por që vinë audienca vendore që jetojnë aty, vjen dikush tjetër. Po gjithsesi është mirë që kushdo që ka dëshirë të jetë pjesë, mos ta hup rastin, e ka mundësinë të shoh filmat që nuk mund të shoh në ndonjë vend tjetër. Edhe e ka gratis, e ka një sallë shumë bukur, edhe ka çfarë me pa. Po pra. Ja vlen. Tash në pjesa e nëntorit, pesave të nëntorit është një farë ngjallje me pak më patriotizme. Kështu që në praktikë ja vlen me festu me filma e me punëtori që dikujt mund të ndikojnë për mirë, sepse pjesa e nxënësave të shkollave të mesme, të lartë, atave që e kanë fokusin dhe e kanë atë momentin e orientimit, ata që dëshirojnë të jenë në aktrim, produksion apo fotografi. Një staf i madh dhe stafi punon gratis, janë vullnetar. Stafi paguhet dhe nuk jemi staf i madh, fatmirësisht, një staf shumë i vogël, por shumë i lezetshëm dhe shumë punëtor. Do një stafet e vogla kryejn punë më të mëdha. Shumë vërtet. Suksese atëherë dhe keni për të bërë dhe ndonjë ftesë ndoshta për adhuruesit e filmit që nga data 13 tutje për një javë kanë çfarë të shohin në Suareg dhe ja blen që të shkojnë atje. Patjetër që po, sikurse e thamë 14, 15, 16 shfaqen filmat prej orës 19 në shtëpinë e kulturës Ugbi Tyqin Suareg. Të gjithë ata që dëshirojnë të shohin filma, po dhe ato që dëshirojnë hajde shije filmin e parë dhe pastaj ditën e dytë keme ardhur vetë, keme marrë me vetë. Po edhe për pjesën e nxënësave, workshopet janë me artistë të dëshmur, artistë të jashtëzakonshëm, edhe mendoj që ne gjeneratat nuk e kemi pas ndoshta këtë mundësi që të kemi njerëzit aktorë që i kemi simpati, të kemi prezent në vendin tonë, ndërka që ne mundohemi maksimalisht që t'i ofrojmë qasje të pjesa artistike me ndonjë këngëtar me sa shumë kjo pjesa asaj gjizneve na kushton. Okej, erdha unë natën e parë, natën e fundit. Që ju presim. Faleminderit për rastësinë. Shumë faleminderit. Shkojmë pak